Vllazër, këta janë punë të mëdha. Çdo herë besimtari që shkon në sejdë i shkon mëkatet e veta. Çdo herë që shkon në ruku i shkon mëkatet e veta. Po pse i shkon? Se e përmend Allahun, e përkujton Allahun. Ne nuk rrimi si themi me netën si stupsa, po ne rrimi në kam, lexojmë, bim në ruku, madhrejmë Allahun xheleshanu, shkojmë në sejdë, madhrejmë Allahun xheleshanu, dhe kështu që besimtari shkunet prej gjitha mëkateve dhe gjunaheve që ka mujt me i pasën. Vllazër besimtar, sahabët e pejgamberit alayhis salam, atë shumë e kanë përcjell pejgamberin alayhis salam, edhe janë mundu me imitue, edhe mi përngjasue, edhe në ecje, edhe në të folur, edhe në të lexuar, edhe në qëndrim namaz, edhe në marrje të abdesit, edhe në ligjerata, edhe në kuvende, janë mundu me imitu. Pse? Kur e kanë kuptu ajetin e Kuranit që thot, kul, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Nëse ju e doni Allahun, më pasoni mua. Nëse ju keni shpreh dashurinë ndaj krijuesit juve, Allahut fuqiplot, që u ka dhënë gratis ajrin, ujin, shëndetin dhe shumë punë tjera, atëherë thot më pasoni mua. Dhe sahabët kur e kuptuan këtë ajet Kuranit, u mundojshin pejgamberin alayhis salam me emitue në gjitha sferat e jetës, në gjitha qëndrimet e tij. Dhe tash na vjen prezant këtu një sahabi, Ebi Malik el-Ashariu, ka qenë një sahabi pejgamberit alayhis salam, i cili shkon tek sahabët, i grumullon. Edhe thot, ju lutna me ma pru, thot, një gjigim me ujë, edhe mi ju tregu juve se qysh ka mor abdes pejgamberi alayhis salam. Ata abdesin e kanë ditë, ata kanë fal namaz, kanë mor abdes, i kanë ditë të gjonat pastërtijes. Mirë po po dëm ja u tregu çdo detaj, çdo imësi, qysh o kon pejgamberi sa në abdes, qysh ka neti krusur, qysh e ka la ftyrën, qysh i ka la krahët, qysh i ka dhënë mes, dëm me tregu detale. Thot, bemna thot e t'ju tregoj, kujt mi tregu shokët pejgamberit alayhis salam që këtë kishin pa, këtë kishin jetue, këtë kishin dëshmu pejgamberi alayhis salam. Edhe ju tregon se qysh ka marrë abdes. Mase që ju tregon, thot kështone, an Ebi Malik el-Ash'ari, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان إلى آخر الحديث. Për ju tregoj, tha, çka ka thonë pejgamberi alayhis salam. At-tuhur shatrul iman. Pastërtia, tha, është gjysma e imanit. Me qenë të pastërt fizikisht, edhe me qenë të pastërt shpirtërisht, tha, është gjysma e imanit. Kërejt punët e tjera janë gjysma, a veç me rujt pastërtien fizike, edhe pastërtien shpirtërore, tha, kjo është gjysma e fejas. Edhe vazhdoj. Tha, walhamdulillahi temleu l-mizan. Ai i cili tha, e kam dëgju pejgamberin alayhis salam duke thonë, ai i cili e thot fjalën elhamdulillah, e falenderon Allahun xheleshanuhu, e mush peshojen e vet ditën e kiametit. Ajetin që tham, peshoja ka nevojë mu mbushën. Mizani, kandari jon. Dhe kush pe mbushka? Pe mbushka që ke fjala elhamdulillah, kur del nga shpirti, del nga gjoksi, edhe përcjell gjua ashtu që duhet, kjo fjalë po ta mush ka peshojen ditën e kiametit, që ti me të rëndu me vepra të mira, edhe me qenë prej të shpëtumve. Që qëni vllazër, çfarë rahmeti Allahut, çfarë mëshire për neve, me një fjalë që e themi ne, elhamdulillah, falenderimi i takon Allahut. O Allah, vetëm ti i den për këtë fjalë, edhe për këtë falenderim, ti po të mbush ka peshoja me vepra të mira, ku kanë me të mungu shumë vepra ditën e kiametit.